për gratë lehona dhe padrejtësi që ju bëhen në vend të punës. Unë mendoj që gratë duhet me qenë të përfaqësume njëjtë edhe në lista zgjedhore. Për shembull, unë jam udhëtare që në 10 me qenë 5 gra dhe 5 burra. Jo me qenë 2 burra, pastaj 1 grua. Po ashtu mendoj që edhe në kryesit partive duhet me qenë 50-50. Po ashtu edhe kryetare të degëve brenda një subjekti politik duhet me qenë 50-50, sepse ashtu jemi edhe të përfaqësume në shoqëri. Mirë po arsyeja se pse i dërgojnë nuk e kam qartë, pavarësisht faktit që jam anëtare e kryesisë, e di që kudo që na shohin më shumë si fusha, pra nuk na dallojnë a është gru, a është burr, mirë po nëse është fushën e politikës jashtme, për shembull tek ju konkret, me kanë njoftua do në shku mirë, po me që kishim disa angazhime, nuk pata mundësi me ardhë, po nuk mendoj që në Partinë Demokratike ndohen a është burr, a është gru, mirë po nga fusha se çka përfaqëson. Përndryshe ne si Parti Demokratike kemi edhe kauz për fshirjen 50-50 të gruas apo të vajzave në politikë. Kemi edhe plan program të qartë se çka duhet bëjmë, çka duhet të ofrojmë për gruan në politikë, po në përgjithësi për gruan në shtetin tonë, në Kosovë. Mendojmë që ka shumë hapësirë që duhet të përmirësohet, me patjetër kur flasim për shembull tek lehonat që kam qenë anëtare e Komisionit për të drejtat e njerëzit, kam pas jashtëzakonisht shumë ankesa për gratë lehona dhe padrejtësi që ju bëhen në vend të punës, për shembull për qerdhet që nuk ka vende të mjaftueshme dhe shumë prej nanave kanë si ballafaqim kryesor, po sigurisht ka edhe shumë çështje tjera që ne patjetër do t'i diskutojmë gjatë këtij emisioni. Mirë po në pyetjen konkrete, në Partinë Demokratike nuk besoj që ndahen gra dhe burra, po varësisht se çka përfaqëson.